Ujërat e kristalta që rrëmbejnë shkëmbijnë të lartë, natyrë e paprekur, ajo që ju pret në lumin e Shalës në veri të Shqipërisë, konkuron me Tajlandën. Sipas Racer Report, Shala është një lum që nuk mund të jetë më i pastër, duke gjerpëruar nëpër natyrën e paprekur. Formacionet e larta shkëmbore, të gjelbërta rrethojnë ujërat e Smeralka dhe varka shumë ngjyrshe, plazhe të vogla shpërndajnë mesazhin: mirë se vini në lumin e Shalës në Shqipëri. Ky vend natyror në Alpet shqiptare është aq piktoresk saqë quhet Tajlanda Evropës, shkruan agjencia gjermane e udhëtimeve. Race Reporter tregon se si mund të arrihet dhe çfarë pritshmërish mund të ketë një turist nga kjo mrekulli natyrore në veri të Shqipërisë. Lumi i Shalës rrjedh nëpër Alpe në veri të Shqipërisë duke krijuar një vend idilik. Është një degë e liçenit të Komanit, në të cilin derdhet pas 35 kilometrash dhe krenohet me një peizazh vërtet marramendës. Lumi gjarpëron nëpër gryka të vetme në vëv të plot, duke magjepsur aventurierët dhe dashamirësit e natyrës. Për të shijuar lumin unik në luginën e Shalës dhe formacionet mbreslënse shkëmbore përgjatë brigjeve të tij, për më shumë se sa vetëm një udhëtim ditor, shtëpitë e mysafirëve të vendosur direkt në bregun e lumit dhe të fshehura në natyrë janë ideale. Këto shtëpi mysafirësh ofrojnë dhoma të thjeshta gjatë sezonit të verës dhe duhet të rezervohen paraprakisht. Adhuruesit e ujit mund të argëtohen në lumin mikpritës të Shalës, freskimin e ujërat të shumë ngjyrë brask dhe një aktivitet popullor. Shumica e shtëpizëve të mysafirëve të vendosura përgjatë bregut të lumit kanë në zona plazhi të pajisura me shazlone dhe çadra, perfekte për të marrë rrezë dielli. Për të eksploruar lumin e Shalës dhe për të zbuluar grykat, ujvarat dhe burimet e tij natyrore organizohen ture me kajak dhe ture me varka.